Eksperti i sigurisë, Arben Dashevci, në një prononcim për Bota Sot, ka komentuar strategjinë e prezantuar nga presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić. Ai thotë se strategjia e Serbisë ndaj Kosovës përbën një kërcënim duke mbajtur hapur narrativin e sovranitetit dhe ushqyer pa siguri, veçanërisht në veri të Kosovës. Dashevci paralajmëron se kjo mund të nxjisë tensione dhe se përfshirja e Kosovës në strategjinë serbe deri në 2030 shihet si përpjekje për të mbajtur konfliktin politik të hapur dhe si mjet presioni ndaj Kosovës dhe aktorëve ndërkombëtar. Nga perspektiva e studimeve të sigurisë, ky është një element që krijon atë që quhet kërcënim strategjik latent, pra një situatë ku një shtet mban të hapur narrativën e sovranitetit mbi territorin e një shteti tjetër, duke krijuar presion politik, psikologjik dhe diplomatik. Kjo qasje ushqen një klim të vazhdueshme mosbesimi dhe pasigurie, sepse mesazhi që përcillet është se Serbia nuk e ka braktisur aspiratën e saj për Kosovën, pavarësisht realitetit politik dhe juridik ndërkombëtar që e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Në planin e sigurisë rajonale, deklarata dhe strategji të tilla rrezikojnë të nxisin tensione të reja, sidomos në zona të ndjeshme si veriu i Kosovës, ku çdo sinjal politik apo ushtarak nga Beogradi mund të interpretohet si inkurajim për struktura paralele apo për destabilizim politik. Për këtë arsye, përfshirja e Kosovës në një strategji shtetërore serbe deri në vitin 2030 mund të shihet si përpjekje për ta mbajtur konfliktin politik të hapur në plan afatgjat dhe për ta përdorur atë si instrument presioni në raport me Republikën e Kosovës dhe me aktorët ndërkombëtar. Megjithatë, në realitetin aktual gjeopolitik dhe geostrategjik, çdo aventurë ushtarake apo përshkallëzim serioz është i kufizuar nga prania dhe garancitë e aleatëve tanë strategjik ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, veçanërisht nga SBA, NATO dhe misioni i saj paqëruajtës KFR, të cilët përbëjnë faktor kyç parandalues ndaj çdo destabilizimi të mundshëm. Kjo prani e bën të qartë se ndryshimi i realitetit në terren përmes forcës është praktikisht i pamundur. Për Republikën e Kosovës, mesazhi që del nga një zhvillim i tillë është nevoja për vigjilencë strategjike, forcim të kapaciteteve të sigurisë dhe konsolidim të vazhdueshëm të institucioneve shtetërore. Në këtë kuadër, zhvillimi dhe transformimi i Forca e Sigurisë së Kosovës, bashkëpunimi i ngushtë me aleatët tanë strategjik dhe thellimi i integrimit në struktura euroatlantike mbeten element thelbësor për garantimin e sigurisë dhe stabilitetit afatgjat të vendit tonë. Prandaj strategji të pilla nga Serbia, edhe kur shoqërohen me retorik për paqe, përbëjnë një formë të presionit politik dhe strategjik që synon të mbajë të gjallë çështjen e Kosovës në agjendën e saj shtetërore. Për Kosovën dhe partnerët e saj ndërkombëtar, përgjigja më e fortë ndaj kësaj qasjeje mbetet forcimi i shtetësisë, rritja e kapaciteteve të sigurisë dhe konsolidimi i pozicionit të Kosovës si një faktor stabiliteti në rajon. Sipas Dashevcit, strategjia Serbia 2030 e Vučićit kërkon vigjilencë strategjike, forcim të kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar, ndërsa prania e NATO-s dhe KFR-s mbetet një faktor kyç parandalues për stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë. Strategjia Serbia 2030 e prezantuar nga Aleksandar Vučić, nëse paraqet Kosovën si pjesë të hartës politike dhe ushtarake të Serbisë, nuk mund të trajtohet thjesht si deklarim formal apo retorik politike për konsum të brendshëm. Nga perspektiva e sigurisë preventive, dokumente të tilla strategjike kanë rëndësi të veçantë sepse reflektojnë mënyrën se si një shtet e koncepton realitetin gjeopolitik dhe interesat e tij afatgjata. Përfshirja e Kosovës në një strategji shtetërore deri në vitin 2030 dërgon një mesazh se pretendimi politik dhe simbolik ndaj Kosovës vazhdon të mbetet pjesë e diskursit strategjik të Serbisë. Në studimet moderne të sigurisë, kërcënimet nuk analizohen vetëm përmes rrezikut menjëhershëm ushtalak, por edhe përmes indikatorëve strategjik që mund të paralajmërojnë zhvillime të ardhshme. Një strategji që përfshin Kosovën në konceptin territorial të Serbisë mund të interpretohet si përpjekje për ta mbajtur konfliktin politik të hapur në plan afatgjat dhe për ta përdorur atë si instrument presioni në raport me Republikën e Kosovës dhe me aktorët ndërkombëtar. Në studimet moderne të sigurisë, kërcënimet nuk analizohen vetëm përmes rrezikut menjëhershëm ushtarak, por edhe përmes indikatorëve strategjik që mund të paralajmërojnë zhvillime të ardhshme. Një strategji që përfshin Kosovën në konceptin territorial të Serbisë mund të interpretohet si përpjekje për ta mbajtur të gjallë çështjen e statusit në plan afatgjat dhe për të ushtruar presion politik dhe psikologjik ndaj institucioneve të Kosovës. Kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht ekzistencën e një plani konkret për konflikt të armatosur, por nga këndvështrimi i preventivit të sigurisë përbën një sinjal që kërkon vëmendje dhe analizë të vazhdueshme institucionale. Qasja preventive në siguri nënkupton identifikimin e hershëm të rreziqeve potencial dhe ndërtimin e mekanizmave për t'i parandaluar ato përpara se të shndrohen në kriza reale.
Në këtë kontekst, zhvillime të tilla kërkojnë vigjilencë strategjike, forcim të kapaciteteve të sigurisë dhe koordinim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar. Rritja e profesionalizmit dhe kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe ndërtimi i mekanizmave të hershëm të paralajmërimit, janë element thelbësor për garantimin e sigurisë dhe stabilitetit afatgjatë të vendit tonë. Ndaj strategji të tilla nga Serbia, edhe kur shoqërohen me retorik për paqe, përbëjnë një formë të presionit politik dhe strategjik që synon të mbajë të gjallë çështjen e Kosovës në agjendën e saj shtetërore. Për Kosovën dhe partnerët e saj ndërkombëtar, përgjigja më e fortë ndaj kësaj qasjeje mbetet forcimi i shtetësisë, rritja e kapaciteteve të sigurisë dhe konsolidimi i pozicionit të Kosovës si një faktor stabiliteti në rajon. Tutje, Dashevci thekson se ideja e krijimit të një armiqi digjital nga Serbia, e frymëzuar nga modeli i Izraelit, është një sfidë serioze për sigurinë kibernetike, pasi konfliktet moderne zhvillohen gjithnjë e më shumë në hapësirën digjitale, duke synuar institucione shtetërore, infrastrukturë kritike dhe rrjete komunikimi. Megjithatë, nga këndvështrimi i forencikës digjitale dhe mbrojtjes kibernetike, është e rëndësishme të theksohet se Republika e Kosovës gjatë viteve të fundit ka bërë përparime të rëndësishme në ndërtimin e kapaciteteve të saj për mbrojtjen e hapësirës digjitale. Fal kuadrit profesional që krijuar brenda Policia e Kosovës, si dhe fal bashkëpunimit të ngushtë me aleatët strategjik ndërkombëtar, Republika e Kosovës ka arritur të ndërtojë struktura dhe ekspertizë të specializuar në luftimin e krimit kibernetik. Përmes kapaciteteve profesionale në fushën e forencikës digjitale, institucionet e sigurisë në Kosovë kanë arritur jo vetëm të identifikojnë dhe të hetojnë ataket kibernetike, por edhe të godasin dhe të shmantojnë shumë grupe kriminale që veprojnë në hapësirën digjitale. Këto suksese janë rezultati i analizës së gjurmëve digjitale, hetimeve të avancuara kibernetike dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërkombëtar në shkëmbimin e informacioneve dhe ekspertizës. Në këtë kontekst, edhe nëse Serbia synon të zhvillojë kapacitete të avancuara të operacioneve kibernetike, realiteti është se Republika e Kosovës nuk është më në fazën e cënueshmërisë së hershme. Sot, përmes investimeve në sigurinë kibernetike, zhvillimit të ekspertizës profesionale dhe bashkëpunimit të ngushtë me partnerët ndërkombëtar, Kosova ka dëshmuar se është në gjendje jo vetëm të mbrojë hapësirën e saj digjitale, por edhe të luftojë dhe të parandalojë në mënyrë aktive aktivitetet kriminale dhe kërcënimet që shfaqen në domenin kibernetik. Prandaj ideja e krijimit të një armiqi digjital në rajon përbën një sfidë të re në fushën e sigurisë moderne, por jo një kërcënim të pakontrollueshëm. Përkundrazi, fal profesionalizmit të institucioneve të sigurisë, veçanërisht të Policia e Kosovës dhe bashkëpunimit të ngushtë me aleatët strategjik ndërkombëtar, Kosova ka dëshmuar se është në gjendje jo vetëm të mbrojë hapësirën e saj digjitale, por edhe të luftojë dhe të parandalojë në mënyrë aktive aktivitetet kriminale dhe kërcënimet që shfaqen në domenin kibernetik. Prandaj ideja e krijimit të një armiqi digjital në rajon përbën një sfidë të re në fushën e sigurisë moderne, por jo një kërcënim të pakontrollueshëm. Përkundrazi, fal profesionalizmit të institucioneve të sigurisë, veçanërisht të Policia e Kosovës dhe bashkëpunimit të ngushtë me aleatët strategjik ndërkombëtar, Kosova ka dëshmuar se është në gjendje jo vetëm të mbrojë hapësirën e saj digjitale, por edhe të luftojë dhe të parandalojë në mënyrë aktive aktivitetet kriminale dhe kërcënimet që shfaqen në domenin kibernetik. Prandaj ideja e krijimit të një armiqi digjital në rajon përbën një sfidë të re në fushën e sigurisë moderne, por jo një kërcënim të pakontrollueshëm.